Ama në vali do jam bjullë shgojnë 300 kasë me vëtë që. Ka nisur edicioni I parë I festivalit të teatrove mes shkollave nënvjeçare, një nisëm artistike që zhvillohet në disa faza. Për shkak të pjesëmarrjes së lartë, aktiviteti është organizuar në 4 ambiente, në Qendrën Kulturore të Fëmijëve Kujtim Alia, si dhe në shkollat Prenkjakova, Edi Durham dhe Endre Mjeda. Në hapjen zyrtare, drejtoria ZVAP Shkodër Brisela Kadia u shpreh se ky festival synon të nxjisë kreativitetin dhe talentin e nxënësve në fushën e artit skenik. Është shumë I rëndësishëm konkursi I teatrit në shkolla nënvjeçare, edhe për faktin se ne na ndihmon shumë në mënyrë që të evidentojmë talentet e reja në shkolla, nga njëra anë, nga ana tjetër na ndihmon shumë që të krijojmë bashkëpunim mes shkollave. Janë disa faktorë shumë të rëndësishëm që ndikojnë në formimin e nxënësve, por nga ana tjetër edhe formojnë shumë edhe atë punën në grup që ne duam edhe bashkëpunimin pastaj për te institucioneve arsimore. Është viti I parë që organizohet ky festival, edhe vetë pjesëmarrja është për to përgëzu. Ishte gjithçka e koordinuar mirë, do të bëhet edhe një finale me pjesë më të mira. Me atë që pa me nesër dhe me mënyrën se si e kishin trajtu temat, rolet, ishte një punë fantastike që përveç fëmijëve që kanë punu shumë mirë, tema aktuale, tema patriotike, tema shumë të vlefshme për shoqërinë, gjithashtu edhe për edukimin e rinisë. Ky aktivitet shënon një nisëm të re në jetën artistike të shkollave, duke krijuar hapësira për shprehjen skenike dhe përfshirjen e nxënësve në aktivitete kulturore dhe krijuese.